Langozi dua ta nis me ju bisedën. Për shkak të një video që ju keni publikuar në rrjetin tuaj social, madje dhe policia ka bërë një deklaratë publike dhe thotë: në lidhje me videot publikuar në llogarinë në Facebook, të lutem regjia nëse mund të më kalosh pak me pamjet e asaj dhune që shihet aty tek ekskavatori, që ta kuptojmë bashkë me audiencën se për çfarë po flasim konkretisht. Okej, më kalo në plan të madh, të lutem, dhe unë të lexoj njoftimin e policisë. Në lidhje me videot publikuar në llogarinë e Facebook të shtetasit Arben Langozi, me profesion avokat, sqarojmë se menjëherë kryen veprimet e nevojshme verifikuese mbi pamje dhe ngjarje të tjera që lidhen me rastin e shfaqur në to. Nga verifikimet rezultoi se pjesa e parë e videos publikuar paraqet një ngjarje të ndodhur vitin e kaluar, për cilën më datë 22 dhjetor 2025 janë referuar materialet në prokurori, ku është vendosur procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit që shfaqen në video. DSH dhe BM pas dyshohet se po në këtë datë, rreth orës 12:30 në Golem Kavaj, kanë goditur me grushte dhe me shkelje mashtetet si me pretendimin se ky i fundit i ka fyer gjatë konfliktit për motive pronësie. Të lutem regjia, kaloj me pjesën e dytë të videos. Është një video tjetër. Do të jetë një video tjetër. Pjesa e dytë e videos së publikuar lidhet me shoqërimin e nënës së shtetasit Ra, shtetasit SHA, 69 vjeçe, pasi më datë 4 maj 2026, policia Kavajës është njoftuar se e moshuara kishte spërkatur me lëndë djegëse dhe më pas kishte ndezur një kanatiere të një subjekti ndërtimi në pronësi, kontenier, ndjes se thash kanatiere, kontenier të një subjekti ndërtimi në pronësi të shtetasit AL. Në moment në shoqërimit, kjo shtetase ka kundërshtuar me forcë punonjës të policisë duke i goditur dhe kafshuar. Në këto kushte, me qëllim shmangjen e konfliktit të interesit, veprimet procedurale për këtë rast janë kthyer nga oficeri i policisë gjyqësor i prokurorisë pranë gjykatës shtallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, ku ka filluar procedimi në gjendje të lirë për shtetasen SHA për veprën penale shkatërrimi i pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punonjësit policisë së rendit publik. Dhe ja referuar në prokurori. Langozi, tani ky ka qenë një denoncim nga ana juaj që keni publikuar videot dhe ka marrë reagime të shumta. Tani mund të më shpjegosh çfarë është ky konflikt dhe çfarë ka ndodhur realisht që ndodhen apo jo këtë deklaratë e policisë? Është vërtet që në datën 22 dhjetor ka ndodhur kjo ngjarje dhe është publikuar edhe në një televizion tjetër që ishte Syri TV te Flavio, emisioni i mëngjesit, por nuk mori reagime që pati kur e publikova unë. Një natë më parë, ose atë natë që unë e publikova videon, më ka kërkuar ndihmë djali i zonjës, sepse më është thënë se policia ka shkuar te banesa e nënës tij dhe e ka dhunuar. Dhe më ka nisur videon, më ka nisur edhe foto. Në lidhje me deklaratën e policisë, unë nuk mund ta quaj deklaratë policie, po e quaj mashtrim publik, që policia e shtetit bën rastit konkret. Pse është mashtrim? Përse? Mashtrim publik edhe i hapur fare dhe mbulon krimin me atë deklaratë. Si mundet të pretendohet që një nën 75 vjeçare pas ka kundërshtuar 10 punonjës policie? Ku e bazojnë ata? Ne kemi me pamje filmike mënyrën se si policia e ka dhunuar nënën. Pse nuk flasin ato pamje janë manipuluara apo janë të vërteta? Kush është një shef komisariati atje që del edhe thot merre ngrihenin në ajër ju me shqelma? Pse nuk thonë ata çfarë do të thotë kjo? Kjo është e ligjshme, e paligjshme, ka filluar hetim ndaj këtij shefi matrapaz që shkon edhe bashkëpunon me krimin. Pra ne këtu nuk kemi më polici shteti, që një punonjës policie shteti del edhe thot për një 75 vjeçare që kundërshtoi punonjësit e policisë. Po këtu janë montazhet pastra që policia shtetit bën për të mbuluar krimet e saj. Dhe kjo nuk është një rast i izoluar, nuk është rast i vetëm. Policia shtetit në çdo rast që bën kundërshtim të forcave të rendit, do të thotë që ata janë duke manipuluar çështjen. Këtu është faji prokurorisë që i mbështet, është faji gjykatës që i mbështet, dhe këto janë krime që policia e shtetit i kryen vetë dhe do t'ja faturoj që në rasti konkret është një 75 vjeçare. Regjia, kemi foton? Ta nxjerr në ekran të madh foton, ndërkohë se dua të shikoj, ishte një foto që ju keni publikuar dhe pash që zonja e moshuar i ka duar tu komplet të nxira, e kupton? Në ekran të madh, okej, perfekt, regjia. Po, të nxira i ka. Ja. A ke iden që zonja ka dëmtime të rënda në trup? Sepse janë godit me shkelma nga punonjësit e policisë, ka dëmtime të rënda në trup, se sot ka bërë aktin e mjekësisë ligjore. Po atje dogji veten, si e dogji veten atje? Po këta janë mashtrus, nuk janë punonjës policie, këto ku jemi ne në çfarë gjendje, çfarë pozicioni është policia e shtetit.
të dalit të mashtroj opinionin publik. Si u doq nëna te rrobat, sepse do të ishin djegur rrobat më parë, pastaj të ishte djegur ajo në trup. Pra ka shenja të rënda në trup. Dhe ata punojës policie nuk i kanë marrë kallëzimin. E kanë mbajt, e kanë shoqëruar deri mesnatë. Dhe a e keni parë procedimin penal si është? Vjedhje. Unë lexova diçka që kishit publikuar ju avokat dhe thoshte vjedhje në bashkëpunim. Po çfarë ka vjedhur zonja e Çfarë vjedhja? E kemi pa me filmike. Mos ka vjedhur edhe policët atje, se vetëm ata ngelen, po hanë pim bashkë me mafjen edhe me krimin, mafjen e pronave, edhe na dalin na mashtrojnë. A kuptoj ja, ajo është që gënjen policia. A kemi dokument zyrtar të prokurorisë tani? A përputet me deklaratën e policisë? Jo. Dhe këtë e sajuan. Si, një 75 vjeçare në këtë moshë të dalë të na bëhet kryerje vjedhjes bashkëpunim me bashkëshortin. Ja, kjo është policia e shtetit. Po çfarë histori është kjo? Për çfarë përplasen avokat? Po përplasen sepse zonja është trashëgimtare e një pasurie. Po? Të cilën e kanë përjashtuar nga procesi. Dhe në këtë rast është dhënë leja pas nënshkrimin e zonjës, sepse zonja nuk është pjesëfare e kontratave. Dhe këtë e ka dhënë një tjetër anëtare, një grupi tjetër kriminal që do ta them në vijim, por po qëndroj këtu. A duhet të ndërshkohet shefi i policisë golem vetëm për faktin se ka thënë merrni ngrihen me shqerma? Patjetër, ç'është ajo lloj gjuhë ashtu. Edhe di çfarë kundërshtimi kanë bërë sipas policisë. E ka kafshuar nëna me dhëm. Edhe nëna s'ka dhëm fare. Edhe këtu ka rënë brenda ata. Në momentin e shoqërimit, thot policia, kjo shtetase ka kundërshtuar me forcë punonjësit e policisë duke i goditur dhe kafshuar. Në këto kushte, me qëllim shmangjen e konfliktit të interesit, janë kryer domethënë veprimet procedurale. Policia golem apo policia shtetit, unë e them me bindje të plot që gënjen. Mashtron opinionin publik, sepse nëna nuk ka dhëm. Edhe si e kafshoi nëna kur nuk ka dhëm, një punonjës policie. Dhe si është e mundur që një 75 vjeçare godis ka 10 punonjës policie. Dhe tjetra është, ku bazohen ata? Se pamet filmika as kanë tentuar të sekuestrojnë, i kam unë originale pamet, se i thash dhe zotris, do më ruash harddiskun original. Pra, policia shtetit do t'i besojnë e disa banditëve edhe disa punonjësve policie shtetit që janë të lidhur me banditët, kur kemi provën kryesore që janë pamet filmike. Dhe kjo është e rëndë. Dhe unë jam në investigime sipër, sepse edhe ditën e djeshme kundërshtonin e bënin dhe këto presionet e tyre, këto persona që rrajnë e kundërshtojnë njerëz, dhe jemi përpara rastit të rënd, sepse edhe prokuroria e posaçme nuk e ka hetuar këtë rast. E ka shpall mos kompetencë, ka çuar në Durrës. Po sepse mua më rezulton. Po ka përshtypjen që nuk është çështje për spakun, nuk jam kundër, po ta trajtoj prokuroria e Durrësit. Nga investigimi që un kam bërë, më rezulton se një ndër autorët që është dhe inicialet aty që mbron policia e shtetit, është pjesë e një grupi kriminal shumë të rrezikshëm, organizate kriminale më saktë, që hetuar nga shteti italian dhe në 2017 ka sjellë dosje në Shqipëri dhe bëhet fjalë për një grup kriminal i quajtur Viluni. Viluni. Ka ardhur këtu, caktuar masë nga krime të rënda dhe caktuar masë edhe nga shteti italian. Atë lind pyetja, këtë pasurinë e këtij duhet ta mbrojmë apo duhet ta hetojmë? E qartë. Do rikthehem duhet ta hetojmë dhe prokuroria e posaçme pse nuk ka filluar procedim penal për këtë rast? Unë vlerësoj që edhe prokuroria e posaçme ka lidhje me këto grupe, nuk janë aq pastër dhe ata. Sepse nëse e ka të bardhën mbi zez, duhet ta hetojë valla. Hetojë, e ka pasuri të ligjshme, të paligjshme të ikin punë tjetër për vetë tjetri. Kështu që përderisa prona, madje është një ngjarje më e rëndë që ne jemi në zbardhje sipër, sepse dyshohet që dajnë ose vllajën e zonjës e kanë vrarë. E kanë vrarë? E kanë vrarë, e kanë mbytur në pus. Po nuk flet askush. Dhe policia pa kryer hetime ka dalë në konkluzione që është vetë vrasje. E kanë shoqëruar një ditë zonjën bashkë me vllajën e saj dhe i kanë shantazhuar në policinë e shtetit. Edhe kur kanë shkuar në shtëpi dhe mes natës e kanë gjetur të vdekur në pus. Si është e mundur kjo? Kur ti vajte para një oficeri policisë gjyqësore dhe shpjegime, ishte në gjendje mirë sepse oficeri shikon atë se është mjeshtër. Nuk është mjeshtër vetëm për të marrë lekët në grupet kriminale.
Edhe pastaj mbrapa ju shkaktua vetë vrasja, vajti vrau vetë. S'ka logjik. Kështu që kjo janë dyshime të cilat duhet të hetohet më tej. Dhe unë mendoj që në këtë rast nuk është kaq e thjeshtë. Dhe policia më vjen shumë keq dhe nuk besoj që drejtori i përgjithshëm të ketë dieni për këtë deklaratë. Se do më vite shumë keq. Unë kam qenë në përkrasit e tij, po unë jam përkras në moment që thuhet e vërteta. Me e qartë. Faleminderit Langozi për këtë shpjegim. Karanxh tani, çfarë ndodh? Ç'bën prokuroria në këtë rast? Ç'bën oficeri i policisë gjyqësore? Ç'bën policia? Unë një pyetje kisha për Langozin para se të ashtu. Vllai i viktimës, zoti Langozi, mund t'ju bëj një pyetje? Po. Vllai i viktimës, domethënë ka qenë në krahun e viktimës, nuk ka qenë dakord me ndërtimin. Patjetër s'ka qenë, se ka qenë ai domethënë mbas shoqërimit mbrapa është mbytur pusë. Gjatë presionit që bënin policisë, që kemi me video që bën presion shefi i komisariatit, po do publikohen vijim. Po. Është gjendur pastaj i vdekur mes natës, 12 natës pretendohet pas policisë ka vrarë veten, dhe mendoj që s'është referuar fare as prokurori kjo ngjarje. Edhe kjo është më e rënda. Si mundet, sepse dyshimet janë plota që është vrasje, sepse një person që bën këtë lloj dhune mes sheshit me video, me pamje filmike, normal mund të bëjë dhe vrasje të cilat janë mes natës. Kur ka ndodhur kjo, ke ndonjë datë Langozi për afërsisht? Nuk mund ta kem datën për afërsisht, po është e njëjta periudhë pak a shumë. Jemi domethënë nga dhjetori e këtej, ë? Po, nga dhjetori e këtej. Tani, faleminderit Langozi. Aktet e dhunës ndaj një të moshuari, se pam atë ngjarjen, është një akt e rënda dhe materialet janë referuar në prokurori dhe ka një çështje penale që po ndiqet. Çështja penale në rastin konkret konstatohet, duhet verifikohet, duhet marren prova. Pra duhet verifikohet. E para është etika e komunikimit. Duhet verifikohet, prova duhet merret nga gjitha palët, pra të mos bëhen hetime të njëjtshme, por merren gjithë provat, të verifikohen, të dalin, pra duke u mbledhur gjithë provat, del te çdo dyshim i të arsyeshëm del e vërteta. Pra duhen marrë prova. Domethënë edhe pretendimi i zotit Langozi, kjo është që grua plak, ka mundësi të kafshoj apo jo? Duhet parë. Duhet parë, ka mundësi sepse nuk ka dhëm. Pra është një pretendim i cili duhet të verifikohet. Këta punojës policie, cilët kanë bërë shoqërimin, me ndjenin time në Tiranë, për shembull, disa patrulla kanë dhe pamje filmike, që ta ketë dokumentuar me pamje filmike, si është bërë shoqërimi, domethënë. Duhet verifikuar edhe një herë, thash kjo etike komunikimit termi merret zvarr. Por më e rëndë që konstatojnë të paktën në rastin konkret, është akuza e ngritur, ose më saktë pretendimet e familjarëve të viktimës se vllai i kësaj gruas plak mund të jetë vrarë. Kjo duhet verifikuar. Kjo është shumë. Ka ngel pa fjalë, domethënë, po përpiqem të gjej mos ka ndonjë njoftim nga policia. Kjo nuk ka s'ka fare, se kanë mbyllur se ndoshta kanë qenë autorë dhe ata punojës të policisë. Kjo të gjithë duhet të verifikohen, të merren prova. Kemi parë, ndërfal Karanxha, kemi parë punojës policie që nxjerrin njerëz në prit. Kemi parë punojës policie të cilët kryen vrasje, kemi që nxjerrin për vrasje në prit. Kemi parë që bën trafik, pastrim parash, pra ne çfarë kemi parë. Kështu që normalisht janë dyshuar dhe punojës të policisë mos kanë kryer ai vrasje atje. Kështu që kjo duhet verifikuar, duhet parë me shumë vëmendje, diskutohet dhe leja. Pra, duhet parë dhe në kuadrin e veprës penale të falsifikimit. Nëse kjo zonjë e parë herë është apo jo pronare, dhe nëse është, i është marrë firma, si është marrë sy që duhet hetohet. Besoj është kollaj, se vetëm letra do parë. Po është punë letrave. Besoj dije time se si bëhet këto raste. Po, timet. Por tash duhet parë që nuk është firma ime, është duhet të hetohen. Pra, punë e firmës një dhe duhet hetohet dhe leja. Si është dhënë leja? Pra, procedura e dhënies lejes. Pra, se kjo ka një territor, ka një zonë caktuar që jeton. Dhe pretendimi se është firma ime s'mund ta marrë shtëpinë pa firmë. Duhet verifikuar pozicioni i kësaj dhe i vllajt vet, sepse besa shohin këta të dy nuk kanë qenë dakord me ndërtimin. Por fati që s'është dakord me ndërtimin, domethënë nuk do të thotë që ti të vish të më marrësh mua me zor. Pra, këtu është qëllimi i hetimit. Shifet ka falsifikim apo jo? Si është marrë leja e ndërtimit? Janë respektuar kushtet e urbanistikës? Kanë pas lidhje me ndërtuesit apo jo? Pra është një hetim sepse janë akuza të ngritura, janë akuza të rënda të cilët realisht kërkojnë një hetim të theguar. Pra kërkojnë një angazhim të deri në zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Pra duhet zbardhur. Tani pyetjen kam unë. Për te se ju Karanxha keni një gjë shumë të mirë dhe profesionale, kur thoni çështjen e etikës do duhet parë, do duhet hetuar. Tani, kjo është shumë procedurale. A lejohet flasja ashtu policia apo jo?
ta themi thjesht. Etika e komunikimit është pra rregullat janë të qarta. Kur një person shkel ligjin, thot shoqëroni në polici. Pra, ose i bëhet thirrje, sepse ke njerëz edhe shoqërimi për shembull ka raste Bëhet me forcë. Bëhet me forcë, por masi kanë, domethënë, shifet rast ka një proporcion, ka një proporcion force. Ka një proporcion që hajde shoqërohe. E shikon personat, çdo person në moment të parë me policinë ka e çika ato kuptimin, sa ta mund të qetësohet situata dhe s'ka vend për shoqërimin në polici. Por etika është etikë. Pra komunikimi, kemi një ligj veçantë për etikën në policinë e shtetit, i cili nuk është fuqizuar, ku një punonjës policia se kushdo shkon që ta kontakton me një qytetar, qoftë me shkeljes të policisë, s'kos të shkeljeve rrugore, prezantohet me emër mbi emër, bëhet prezant grada, se ti duhet prezantohesh kush je. Pra duhet jam filani me këtë gradë, se kështu e ka ligji. Dhe më pas, masi ke bë të prezantimet, i bë qytetarit prezant shkelje, ke bë këtë shkelje. Dhe qëllimi i këtij ligji është fillimisht të paralajmëron, kujdes, mos bëj më këtë. Dhe e funit është ajo që shoqërimi dhe masat ekstreme. Por çdo gjë duhet parë rast mas rasti. Pra rast mas rasti shifet proporcionaliteti midis shkeljes dhe sanksionit që do marrë dhe forcës që ushtrohet. Pra ky është detyrë sepse policët prezumohet janë trajnuar. Punonjësit e policisë e din se kur përdoret dhuna, se kanë bërë shkollë për atë punë. Kur përdoret si neutralizohen, si është proporcionale apo jo. Por etika është diçka që është etikë personale. Pra duhet jemi, punonjësit e policisë duhet jenë shumë të kujdesshëm në etikë, në komunikim. Por në rastin konkret duhet kryen hetime, pra nuk duhet kaluar çështja përciptazi, se ke dhe çështje, ke dhe raste të vetvrasje ose vdekjeve natyrale, që nuk e çatë tosh. I referohesh rastit të vllajt të zonjës. Në rastin konkret ka pretendime, duhet verifikuar shkakun, nëse hyrja e jashtme ka shenja dhune apo jo, sepse duhet parë ajo punë. Pse domethënë se ky person nëse ka pas mend me vra veten, domethënë s'kishte pse kërkonte pronën, kuptim, ai nuk i duhet prona. Flas si koncept, po. Megjithatë, hetimet, ky rast duhet të verifikohet me seriozitet. Duhet me verifikim që kuptojmë regjistrimin e një procedimi penal, pyetjen e gjithë aktorëve, marrjen e verifikimin e çdo lloji dëmtimi të jashtëm. Sidomos duhet parë çështja e firmës. Pra është firma se po na ndodh shpesh kjo punë e firmës, jo, në firma ku një person nuk është dakord, ti nuk mund ta bësh. Duhet i mbushësh mendjen, ndoshta ai mundoj më shumë se sa të tjerët. Po kjo është unë do më net me një kompromis, ka një kompromis i gjendet. Kjo është prona ime, ti s'mund ta marrësh pronën me zor, sepse shumë po ndodh tash, domethënë që ti si je dakord, mirë, hajde deli ligj tjetër, derisa e spostojmë pronarin. Pronari është pronar, mirë, keq, është pronar. Duhet i mbushësh mendjen, ti ja mbushësh mendjen me të mirë, por kjo është mjeshtria. Blimo pronën, sa kërkon, me arrit qëllimin pa e lëndu robën. E qartë. Karanja, faleminderit, dhe unë do doja të drejtohesha një moment qytetarëve shqiptar dhe kryesisht policisë së shtetit. Sigurisht Langozi tha diçka që bën vaki dhe drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit nuk ka djeni për këtë. Unë realisht ruaj një konsiderat profesionale për drejtuesin e perit policisë së shtetit Skënder Hitaj dhe realisht i bëj thirrje nga ky emision në emrin tim personal dhe le të themi në funksionin tim si moderator këtu që kjo çështje tetohet. Pamja në duart e së moshuarës është e frikshme kur i shikon aty dhe nuk di nëse ka të bëj e gjithë kjo histori me le të themi kundërshtimin që mund të ketë bërë një moshuar ndaj disa burrave që nuk e di pse do duhet ta kishin shtrënguar dhe dhunuar në atë lloj forme dhe të sqarohet e gjithë historia pasi kanë nevojë reale. Nuk është kjo policia e shtetit që ne duam të kemi, e cila dhe në rastet konfliktit apo të kundërshtimit që mund të ketë një qytetar përshkruar në polici, të shkohet në disproporcion total të përdorimit të forcës. Kjo është e patolerueshme. Langozi, një pyetje kam unë. Sa raste tjera mund të ketë të kësaj natyre që nuk bien fare në vëmendjen edhe ka raste pafund. Bëhet një raport shërbimi dhe shikon personin të pandehur, sepse këtu kemi një zinxhir që mbështet krimin, duke filluar nga policia, më pas oficeri policisë gjyqësore dhe dalin në konkluzion. Unë po transmetoj vetëm një rast nga një eksperiencë e një njeriu të zyrës time i cili punon IT
dhe zgjohet në mëngjes dhe ikën në darkë në orën 12 natës se i përkushtohet punës, punon 3 punë. Një ditë punojës e policisë e marrin dhe treqin zvarr vetëm se kishte monopat. I marrin dhe patentën dhe thonë do na sjellësh monopatinën që t'japim patentën. E shoqërojnë dhe e bëjnë personën e tim për kundërshtim forcave të rendit, ku ndërkohë çdo gjë djali e kishte filmuar. Imagjinoni që një njeri që punon futet në regjistrat e policisë, një djalë i ri, futet në regjistrat e policisë vetëm se duan 2 policë, se mbajnë një raport shërbimi, unë për mendimin tim, jo vetëm ky rast, po edhe unë përmjet ju ftoj çdo qytetar kur shikon punonjës policisë montazhier të reagojnë. Përveç kësaj, edhe unë i bëjtirje zotit Tita duhet t'japi shpjegime një nën 75 vjeçare, e cila mezi ecën dhe nuk ka dhëmë në gojë, a mundet të kafshojë një punonjës policie? Do t'japi shpjegim kësaj gjë. Dhe nuk mund të dalin policia e shtetit me një deklarat kaq banale, se është për qeshur dhe nuk ngjallet besimi te qytetari në këtë formë. Besimi te qytetari ngjallet nëse policia e shtetit do kishte marrë masa parandaluese apo drejtori i përgjithshëm apo edhe strukturat përkatëse. Duhet kishin pezulluar menjëherë këtë punonjës policie vetëm për shkak të etikës dhe jo më rezultateve konkrete të një akti ekspertimi. Por ajo që mua më bën edhe më vjen shumë keq është dhe drejtësia. Ku është prokuroria e Durrës? Edhe nuk është rast i izoluar këtu. Në qytetin e Durrësit janë mbi 3 raste vrasjesh që unë i kam me prova që janë mbuluar krimi. Nga policia e shtetit janë referuar 3 dhe vrasje janë të mbuluara? 3 vrasje. 3 vrasje. Janë mbuluar. Madje një është transmetuar një emision investigativ para disa ditësh ku personi e kishte vrarë dhe nuk kishte filluar tim fare, kishin nxjerr si personi i cili kishte pasur atak kardiak dhe kur morën pamje filmike që u transmetuan në televizion, u morën dhe u caktuan dhe masa. Po kjo është policia që duam ne. Pra besimi i policisë nuk duhet të jetë në sajt të deklaratave të propagandës, po duhet vijë në sajt të punës, në sajt të shërbimit që ajo i bën qytetarëve. Dhe duhet të ndërshkohet dhe të përjashtohet çdo punonjës policie i lidhur me grupet kriminale, me krimin, që favorizon krimin. Në vend të marrin indicie policia e shtetit se kush është kjo firmë ndërtuese, kush është ky trafikant i drogës që ndërton apo tjetër dhe t'i referojnë në polici se shumë të drejtë dhe ngritët pyetje çfarë. Ky SPZ i zonës çfarë bën? A merr informacione ky për njerëz që janë në zonë? Po jo pra jo se SPZ i zonës ka pirë alkool me vrasësin që ishte në automjet pak momente më përpara, sepse kam informacion këtë. Ka pirë alkool në SPZ i zonës me atë Nikola Radacin? Patjetër kanë qenë bashkë në një lokal dhe kanë pirë alkool. E si mundet të presim ne që ky të çojë informacione në strukturat e tjera? Si mundet të presim ne që një plot SPZ i tillë t'i shërbejë qytetit? Po edhe në rastin konkret. Si mundet ne të na krijojë besim një shef komisariati që del dhe thot merrni me shkelma një 75 vjeçare. A ka vend të ri kjo? A ka vend të ri që një nën të shikoj djalin e vet shtrir aty edhe nëna na dalin edhe me teorinë që nëna ka bërë veprim gabuar, s'po djeg. Po jo ti djegë, mo ka nën, ka prind, ka njëri në Shqipëri që mund të tolerojë një gjë të tillë, ta shikoj fëmijën e vet të vdekur e të merr zvarr aty edhe mos të reagojë. Ja, edhe njeriu me gjak ftohtë do përpiqet sepse është ligji i Newtonit. Çdo veprim ka kundër veprim. Vajtëm pra në institucione shtetërore. Si mund të dalin në konkluzion policia që kjo që nga rraje? Si mund të dalin konkluzion? Ajo ka rol parandalues. E merr personin dhe e vlerëson prokurori, pastaj merr arrestojnë një, e vlerëson prokurori si çfarë vepre ka ky zotëri. Pra, kjo është policia dhe më vjen shumë keq deklarata të tilla, mua nuk më pëlqejnë. Se gjithmonë kur ka deklarata, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria, qoftë nga institucionet e reja të drejtësisë, ato e bëjnë me qëllim të mashtrojnë opinionin publik. Po hajde pyesni ju, se jeni gazetar. Pyesni gjithë publikun, a është i kënaqur nga policia? A është i kënaqur nga drejtësia? Se mirë jam unë zhurmus apo në një tjetër që dele flet, unë nuk jam zhurmus, unë them të vërtetën. Po këto janë të vërteta që i vuan çdo qytetar shqiptar. Pyesni gjithë qytetarë shqiptar se kanë njerëz në burgje kot, sepse kanë njerëz të cilës varriten nga institucionet shtetërore, ka njerëz që po vdesin për gjykata se s'po marrin drejtësi, ka njerëz që sorollaten vetëm në sajt të korrupsionit që bëhet qoftë polici, prokurori e tjerë. Dhe sidomos çështja e pronave, Langozi, çështja e pronave që shkon falsifikohen dhe brenda hipotekës dhe i ka futur në një vllavrasje shqiptarët, për qenë, domethënë, rasti konkret
Rasti konkret është pikërisht për çështje pronësie. Patjetër. Dhe kjo është Nuk është vetëm kjo. Nuk është vetëm kjo, a e dini çfarë ndodh në hipoteka? Të marrësh një dokument, një kartel pasurie, duhet të gjesh njëri ta korruptosh që të marrësh kartela pasurie. Të sorollasin na mëngjesin darkë institucionet e shtetit shqiptar. Pra nuk është vetëm kjo, por ajo që mendoj unë nga viti 2013 në vijim, policia e shtetit ka rënë shumë. Edhe është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq sepse u përdor nga drejtuesit e saj, kanabizuan gjithë Republikën. E mbollën me kanabis. Dhe nga ai moment dështoi dhe nuk kemi më polici shtetin. Ne kemi parë në një operacion që të bëhet me parandalim, me mënyra, pra dhe shefat ku shkojnë tani, shkojnë për të mbushur xhepat e tyre. Ne kemi pas një operacion parandalus. Kapën San Elbasan me janë 100 gram kokainë. 1 gram doza. Dhe kapën konsumator dhe është turpi zotit. E të dali media na mëngjesin darkë të flasin për rastin. Pra nuk e shikoj unë që janë këto, nuk bindet qytetari, qytetari do shërbim, do për atë që paguan ta marri, do qetësi, do të ketë ato shërbime për cilat paguan taksa. Dhe vetëm kështu bëhemi ne, nuk bëhem me deklarata publike, me propaganda. Doli u arrestuan kaq. Ja kupton, del Dumani dhe thot që kemi arritur majat e ndëshkimeve. Del bravo, po ja iqi pra skaj, niqi, edhe shikojmë ku dalin, rezultatet e tyre kush janë. Dështim pra dështim. Ne kemi dështim në çdo institucion. Por më vjen shumë keq që punojësit e policisë, sepse nuk është faji gjithë atyre. Është faji shefave. Dhe unë kam thënë gjithmonë. E them, nuk është faji atyre punojësve të policisë që kryen veprimet, po ja është faji i shefave të policisë. Dhe aty punojësit kanë qenë shumë rregull deri kur ndryroi shefi. Edhe ta ngrihen me shqelma, një zonjë 75 vjeçare. Edhe çfarë do bënin ato? Edhe po ta shikosh videon në fund thot, shefi kujdes thot se kemi kamera, pas kemi kamera mbi kokë. Sepse i kishin ndërprer energjinë elektrike dhe kjo kamera që ka kapur, ka qenë me panel diellor. Edhe kjo i futin kurth ata. Se ata nuk e dinin që po përgjohesh. Dhe nëse ka apo jo kundërshtim forcave drejt, ti marrin pamjet filmike, pse marrin? Dhe pse nuk e proceduan zonjën e moshuar për kundërshtim forcave të rendit prokuroria, sepse s'kishte asnjë provë. Si mund të pretendohet që u ka fshuar ai, është e rëndë, nuk e di çfarë them domethënë. Faleminderit Llangozi. Prokuroria, gjykata. Prokuroria e Durrësit në këtë rast. Mira policia ka bërë këtë deklaratë. Këtë deklaratën kanë bërë që ka kafshuar thotë në këto kushte për shmangur konfliktin e interesit e tjera. Prokuroria çfarë do të bëjë? Nis një hetim vet tani që ta sqarojë. Hetimi ka nisur. Ka nisur, ëh? Ka nisur hetimi, domethënë me çfarë kemi dëgjuar që ka nisur po ashtu. Dhe gjatë gjithë hetimit do verifikohet, pra ose më saktë do ngrihen versionet hetimore ku çdo pretendim i ngritur nga palët do të verifikohet. Por duhen marrë provat duhet marrë të gjitha provat që zbardhin ngjarjen e plot. Me zbardhjen e ngjarjes plot duhet janë dhe provat dhe pamjet filmike që mjaftojnë këto? Mjaftojnë? Kanë informacion këto Karanja kur shikon? Që paraqiten, pra këto janë pamjet filmike, të ashtu dhe është prokurori që shmon, pra është një person i shtrirë dhe bisedat që zhvillohen. Këtu diskutohet për bisedën, do verifikohet nëse është qytetari, domethënë pretendon që janë originalet, nuk janë, domethënë, s'janë fshirë ose nuk janë transformuar. Këto janë energjinë kanë me panele diellore, pra kanë që marrin, domethënë, pavarësisht se nuk mund të kenë energji, marrin nga panelet, punon kamera. Dhe gjithë bisedat, çfarë është bërë aty gjithë, do dokumentohet. Kjo mund të jetë një pjesë, do merret dhe dëshmitë e personave, nëse kanë kamera trupi gjatë momentit të shoqërimit, do verifikohet problemi i kafshive, ka ngritur pretendim, unë jam plak, si mund të kafshoj, si mund të kafshoj. Por thash, për mua në këtë rast më e rënda nga gjithë kush është verifikimi i vdekjes i ngjarjes në lidhje me vllajën e të moshuar. Kjo duhet parë me prioritet. Po çfarë mund të bëhet aty për shembull tani? Aty duhet parë shkaqet e vdekjes, mënyra. Personi është zhvarrosur, ka zhvarrosje tani? Po, tani duhet të parë nëse është bërë autopsia apo jo, pra për me përcaktuar në mënyrë shkencore shkaqet e vdekjes, sepse ka pasur pretendime, pra duhet parë shkaku vdekjes. Shkaku është, domethënë, mbytja në ujë është shkak tjetër, pra
mund të jetë shkak tjetër, mbytyja me durë shkak tjetër, pra çdo gjë, domethënë duhet parë me vëmendje, por është mjeku ligjor që përcakton shkakun e vdekjes. Shikohen dëmtimet e jashtme. Pra kemi një çështje komplekse. Pra kemi pretendimet ngritura që duhet, kemi dy palë, domethënë që edhe kryesore që duhet parë, edhe ajo punë e firmës. Në qartë që problemi i firmës, pra një hetim i plot dështërus, kjo është çështje që do kërkon angazhim. Pra duhen të angazhohen oficerët e pavarur, do mund të jenë ose oficerët drejtorisë Durrësit që s'kan lidhje me kavajën, ose oficerët e prokurituesit, por është një çështje që kërkon kohë, duke pasur parasysh dhe ngarkesa, se ne e dim që prokuria dhe gjykata janë shkatruar. Pra me reforma në drejtësi i kanë ngarku njerëzit me punë të atysa, nuk kanë kohë, nuk kanë ku të shkojnë. Do flasim pikërisht për... Ajo është problem tjetër, por diskutojmë duke pasur gjithë në konsiderat gjëra, gjithë veprimet procedurale, duhet dalit te çdo dyshimi të arsyeshëm se si kalon ngjarja. Pa kemi këto pretendime, 1, 2, 3, 4, 5 dhe prokuria duhet t'japi zgjidhje, pyetje që e ke gabim, e ke mirë, ke kundërshtuar punësit e policisë apo jo? Nëse i ke kundërshtuar, si i ke kundërshtuar? Çfarë mjetesh? Kush ka kundërshtuar, sepse nuk i ke kundërshtuar, dhe ke kundërshtuar njërin, shifen kallëzimet e tyre. Pra është një proces kompleks i cili, por thash, pika kryesore duhet të rrotullohet te kjo që domethënë që tek ajo vrasje, dyshimi për një vrasje të mundshme. Nëse ka ndodhur. Kjo është gjëra më e rëndësishme. Zoti Karanja, është proceduar për vjedhje nëna. Nuk është proceduar për pushtim forcave drejtë. Çfarë ka vjedhur procedimi për vjedhje për shembull? Si e ngren oficerit? Domethënë, si del në këtë konkluzion? Shikon që ka vjedhur. S'kishte si ambulonin, thamë po i bëjmë këtë që ja ne kemi arritur rezultat, se nuk e mendoni që do bësh kaq i madh problemi. Mos ka hyrë te kantieri, ka marr diçka. Ky problem po bën që nga viti 2023 që kanë konflikte të tilla. Dhe nuk e mendoj që një ditë do plaste gjylja e madhe. Sepse duhet që ata ti mbyllin gjërat me njëri tjetrin ashtu siç i kanë mbyllur deri tani. Kështu që s'ja dolën dhe normalisht u bën qesharak me ato deklaratat e veta. Njëherë ton për kundërshtim forcave të rendit, na ka fshuar, nëna s'ka dhënë, e kupton, imagjinoje ku jemi, e kupton? Kupton ç'a bëhet.